Shiko, ne sot kemi pasi kërcënim të hapur të Edi Ramës ndaj gjyqtarit dhe prokurorit çështjes, dhe ndoshta kjo mund të ketë pas ndikimin e saj, sepse ne pavarësisht se lajmi u shpall që Belinda Balluku pezullohet të shkojë në detyrë si zëvendës kryeministër dhe ministre e infrastrukturës, Belinda shkoi në kryeministri dhe qëndroi për 7 orë 45 minuta aty. Pra kjo e theu masën, sepse këta herën e parë pa çuar një njoftim, në rastin e zotit Berisha vepruan ndryshe. Pra nuk e njoftuan zoti Berisha dhe thanë që ti ke thyer masën që ka kërkuar prokurori dhe kaluan pastaj në arrest shtëpie. Pra kemi dy standarde në këtë pikë. Do duhet që të kishte kaluar në arrest shtëpie Belinda Balluku sepse kjo e theu masën që i dha gjykata. Pra ju mendoni se është një thyrje e masës sa i përket zbarkimit në zyrën e kryeministrit Edi Rama ku ndej për 7 orë? Sigurisht, sepse e morën vesh gjithë shqiptarët, nuk mund të justifikohet tash me faktin që nuk na ka ardhur në zyrë, se ndoshta ka shkuar atje dhe gënjen Edi Rama, se ne i mësuar që Rama gënjen nga mëngjesin darkë. Rama nuk e ka për turp të gënjej. Gjithë shqiptarët morën vesh, unë njoh. Sa i përket, po, dolën pamjet sa i përket. Po patjetër, domethënë ata u mbyllën në zyrë për 7 orë 45 minuta dhe Rama nuk dilte për aty. Pra praktikisht Belinda Balluku është personi i parë që ka shkatruar imazhin e Edi Ramës, imazhin e të pathyeshmit, imazhin e personit autoritar, diktator, i fortë, i pushtetshëm, domethënë që kontrollon gjithçka. Belinda Balluku e shëmbi këtë imazh. Pra sot Rama është një kufom politike, jo se dua unë të jetë, por sepse personi që është kujdes për imazhin e vet. Me 27 vite, që gjithçka i ka fal mediave dhe kujdeset jashtëzakonisht për imazhin e vet, është personi që sot është i paaftë të marrë një vendim. Ky person thashë kur i lajmëron për kryetar kuvendi, për ministër drejtësie etj, kur i lajmëron thjesht ditën që do firmosi. Dhe Niko Peleshi doli unë se di ata. Ai tjetri u mbyt, ju mor fryma shkëti se nuk e priste që ta bënte ministër drejtësie. Pra gjithë Partia Socialiste është e heshtur para Ramës. Ndërkohë del Belinda Balluku i thotë unë të marr me vete dhe ky nuk reagon. Nga ana tjetër, dolën përgjigjen që i quajnë pallosh, pra një gjuhë denigruese. Si mund pranoj ky lider i absolut? Ky që ka gjithçka në kontroll, që ka bërë gjithçka këtu. Si mund pranoj ky person për krah vetes një person që denigron publikisht? Pra, kemi të bëjmë me një situatë jashtëzakonisht të vështirë për Edi Ramën, që unë e quaj fondi politik i Edi Ramës. Pra për mua Rama është kufon politike sot. Është e kotë të vazhdojnë detyrë sepse është i pafuqishëm të marrë vendim. Dhe pse është i pafuqishëm sepse kanë vjedhur bashkë. Kanë një foto që e ka deklaruar Arben Ahmetaj, ka dëshmi publike dhe Arben Ahmetaj që thotë kemi qenë të tre me këta turqit dhe ka vendosur Rama që ta të marrin tunelin Llogaras. Dhe prokuroria mjafton të hapi letrat kush është kompania, kush janë personat që kanë marrë tunelin Llogaras, janë këta tre, fotoa është drejtën burg edhe Edi Rama. Po. Pa diskutim që Rama po fiton kohë, duke u munduar që ta zbej komplet figurën e Ballukut dhe edhe ti bie nervat Ballukut vet, për ta pranoj Balluku, por që fundi është i pashmangshëm edhe për Edi Rama. Në këtë rast ka dhe një dokument që ka dalë sa i përket firmës e Edi Ramës, i cili ka firmosur si kryeministër në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit lidhur me tunelin e Llogaras. Në këtë rast, pse Spaku nuk ka vepruar sa i përket kryeministrit Edi Rama për ta bërë së bashku në të njëjtën dosje si Belinda Balluku ashtu dhe Edi Ramën? Po shiko, presioni është jashtëzakonshëm. Unë e thash, ai sot ka kërcënuar me jetë edhe prokurorin dhe gjyqtarin. Dhe kërcënimi nuk është bërë vetëm sot. Është vazhdimisht Rama i kërcënon këta. Dhe nëse këta do shënonin edhe Ramën aty, do duhet të kalojnë pastaj në grup i strukturuar kriminal. Dhe akuza penale ndaj Belindës, ndaj Ramës, ndaj Erviz Berberit dhe gjithë të tjerëve do rëndohet akoma dhe jetë më e rëndë si akuzë. Por pa diskutim që Rama aty brenda është, nuk i shpëton Rama hetipit drejtësisë. Thjesht thash po fiton kohë. Po fiton kohë ndoshta dhe ka dhe diçka domethënë. Ju lutem, po ta shikoni me vëmendje, Rama që kur erdhi Trumpi në pushtet, u mundua të fshinte çdo foto me Sorosin. U mundua të afrojë me zotin Trump. Momentin që e kuptoi ose që mori një jo të prerë, i shkoi në dasim Soros. Pastaj filloi të tallet me Trumpin, por nuk është se ka seriozisht. Për mua kjo është thjesht alibi që Rama kërkon të shpëtojë drejtësisë. Pra Rama nesër pas nesër
do thotë që shiko se po ma bën Trumpi për hakmarrje primitive se unë dikur kam bërë shaka me të, por se kam pas seriozisht. Pra nuk është se unë jam i korruptuar, nuk është se unë kam shkel ligjet amerikane, nuk është se unë kam korruptuar me Gonigali, nuk është se unë kam cënuar sigurinë amerikane, sepse ne kemi financime nga Rama. Vle që është më e rrezikshme, është ka korruptuar shefin e FBI-s. Është cënimi i sigurisë i vendi aleat. Ne me Amerikën jemi në NATO. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri ynë kryesor. Dhe ky partnerin kryesor, në vend që ta ndihmonte duke i thënë që shiko se kemi një person i cili bie pre e korrupsionit, dhe është Charles McGonigal, drejtori i FBI-s, ky vetë korrupton dhe përdor për interesin e vet. Dhe gjithë kjo valle e Ramës, gjithë ky kërcimi i Ramës sa majtas djathtas, tregon sikletin e Ramës. Rama nuk e kontrollon më as drejtsinë, siç e kontrolloi pak më përpara, sepse gjërat kanë ndryshuar. Pra erdhi zoti Fleming, shkoi në prokurori dhe besoi që ka dhënë mbështetje për prokurori. Ju do vazhdoni me atë që duam ne, jo atë që ju thot Rama juve. Po, në këtë rast, a ka një dorë amerikane, sepse goditja ndaj Ballukut përkon me vizitën e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Mark Fleming. A ka një dorë amerikane që udhëzon spakun për të goditur në nivelet e larta? Pa diskutim, sepse situata po precipiton shumë shpejt. Domethënë, unë kisha parashikuar që Belinda nuk e kapte vitin e ri, por Belinda s'po ka pas nëntorin, s'po mbyll as nëntorin. Fakti që Rama është në këtë situatë kaq të vështirë dhe vetë Partia Socialiste po bëhet gati për ta rrëzuar Ramën. Pra qarkullojnë fjalë, eksponent PS-s thonë që po bëhen gati për ta shkarkuar Ramën sepse kështu nuk vazhdohet më. Qarkullon emri Ron Braçës sot. Nuk është se mua pëlqen. Ron Braçës po ashtu i korruptuar. Por ata po mundohen të gjejnë një person i cili nuk është fort i angazhuar për tendra. Pra, e gjithë Partia Socialiste e di që kështu më nuk vazhdohet. Nuk është se vetëm opinioni publik e shikon që Rama ka një ngecje. Nuk është se vetëm ne e shohim. Vetë PS-ja e di përpara. Por tash mënyra se si po precipiton situata e Ramës dhe fakti që kërcënoi dje në krah të Marta Kosit, pavarësisht se ajo është i person i kompromentuar nga Edi Rama, doli që ka qenë edhe spiun e UDB-s me një numër kartele atje, por fakti që ky në krah të saj një zyrtare e Bashkimit Evropian kërcënoi drejtsinë, tha që ju po na pengoni po ndërhyni punë të qeverisë. Pra ju po bëni puç kushtetues. Ndërkohë që grushtin e shtetit po e kërkon Rama. Sepse drejtësia për çfarë është? Është pushteti i pavarur për të frenuar gjakderdhjen ekonomike, për të frenuar vjedhin, abuzimin. Si mund të themi drejtësisë ne, që mos më prek se unë jam kryeministër, edhe derisa të vdes unë se kryeministri mund të vazhdojë të vjedhë zgjedhjet, vazhdoi të vjedhë Shqipërinë pafund, derisa të doj çefi atit. Po drejtësia për çfarë është? Për të hetuar këta njerëz. Për të kapur ministrat që vjedhin me tendera. Jo se jam ministër unë dhe kur t'ik nga puna atë hajde merro me mua. Pra këtu nuk ka asnjë gjë të paligjshme në anë drejtësisë. Tek pezullimi që kanë bërë Blinda Ballukut. Është një mas më së drejtë. Thjesht është cikleti i Ramës që nuk shkëputet dot prej Ballukut sepse kanë vjedhur bashkë. Në ndryshim nga Velia i Balluku po reziston. Dhe kjo tregon gjithë degradimin e Ramës në 2-3 ditë.